A ka ardhur koha që feja islame mu reformu, që mos me pas ndoshta keq kuptime të tilla? Në shiqo, çështja e reformimit, unë mendoj se muslimanët që nga koha Muhamedit e deri tani, reformimin e vetvetes nuk i kanë dalë kurrë, edhe mendoj se vërtet kemi pas reformim të muslimanëve edhe të qasjes ndaj jetës e ndaj zhvillimeve të ndryshme në vazhdimsi. Po kur është fjala e reformimit të fesë, vetë fesë, kur themi, sidomos asaj që ka të bën pra me aspektin e parimeve fetare. Parimet e fetare bie fjala çështja e besimit, besimin në Zot, besimin në librat e tij, në pejgamberët, në melajket, në ditën e gjykimit, e ringjalljen e kështu me radhë. Janë pra postulate të cilat janë të pandryshueshme dhe s'ka këtu reformim. Domethënë në kuptimin se nëse dikush po thon me hajde se tash pe ndrojna na, deri tash kemi fal namaz, tash pe reformojmë edhe çka, pe largojmë namazin. Se tash nuk po përshtatet me dinamikën e jetës e me obligimet që po i kemi dhe kështu me radhë, janë gjëra të cilat mendoj se mund të jetë një lloj mendjelësie nëse dikush e kupton kështu reformimin, duke i zvoglu, duke i largu, domethënë nuk ka reformë në vetë parimet e fesë, po ka reformë në zbatimin e tyre, në zbritjen e tyre në mejdan, në realizimin e tyre. Në këto ne domthon për atë edhe ne si musliman nuk kemi asnjë problem që vërtet të ecim me kohën me e quajt ashtu, kur është fjala e aspektit të zhvillimeve të ndryshme e fushave të jetës, e të shkencës, e teknologjisë e kështu me radhë, gjëra këto të cilat mendoj se vërtet madje muslimanët siç e dinë të kalueshmën edhe kanë prinë në këto, edhe kanë qenë ata të cilët e ndëgjova edhe njerin sot duke thënë se a jeni për lindje apo për perëndim? Ai u shpreh tha se perëndimi tha lind nga lindja, perëndimi ka lind nga lindja. Prandaj edhe na e dimë vërtet edhe çështja e religioneve, aspekti të qytetërimeve sen, deshtëm atje kanë lind. Në lindje kanë lind, po edhe Isusi siç e dimë, edhe Muhamedi alayhis salam, edhe pejgamberët nga atje na vijnë, asnjë nuk na ka ardhur nga Londra apo nga Parisi. E kuptoj. Hoq kemi ardhur drejt fundit, unë të falenderoj shumë për këto fjalë të mira e dobishme që na i ke dhënë, po edhe për fund kisha deshtë një mesazh të shkurt për krejt rinjt ata që po na ndjekin. Përderisa jemi në fund, edhe pse jemi në ditë festë edhe gëzimi, normal që edhe nuk mendojsha që me trajtu eventualisht në fillim apo të mes të programit, po për fund unë i kisha urue gjithë vëllezërit edhe motrat tona edhe një herë për festën e Kurban Bayramit, por edhe i kisha ftu në të njëjtën kohë që me i bërë atë çka ja thamë qysh në fillim, me i bërë bashkë pjesëmarrës të gjithë, domethënë familjarët e komshit, edhe sidomos të varfrit, e skamnorët, jetimët, e familjet e dëshmuarve kështu me radhë që i kemi gjithandej Kosovës,